Në Finland jetojnë qindra familje nga Kosova, por është rinia ajo që adaptohet më shpejt në shoqërinë finlandeze. Ka edhe student që marrin dije në shumë universitetet Helsinkit dhe jo vetëm. Sot ju prezantojmë njërin nga ata. Është ky Geg Hajdini, i lindur në Finland, dhe ai është duke studiuar në shkenca ekonomike në Universitetin e Helsinkit. Gjëja e parë që më bën përshtypje kur shoh të rinj që kanë lindur në Finland është mënyra se si ata flasin gjuhën shqipe, në mënyrë perfekte. Kujt i shkojnë meritat, Geg? Përshëndetje, unë jam Gegu, i lindur në Finland, me preordhje nga Kosova. Edhe meritat i shkojnë sidomos prindërve, edhe vizitave në Kosovë, disa të bëjnë 2 herë vit, rafësisht. Edhe digitalbit, përmes vizatimorëve edhe filmave nga titra shqip, kam mësuar edhe vizatimorëve, sidomos vizatimorëve japonez, nashta shumë nga ju i dini Naruto, Dragon Ball. Thatë që e vizitoni Kosovën afërsisht 2 herë në vetë. Po. Çka ju pëlqen më shumë ti në Kosovë? Po gjallëria, me taku familjar, klima është jashtëzakonisht e mirë, sidomos ka asu ne në Finland, që dimi është jashtëzakonisht i gjallë, të është dimi me i butë, me i shkurt, edhe gjallëria sidomos që rreth vitit ka njerëz dhe ka gjallëri, sidomos verës kur vinë kërbeqarët e tjerë, edhe stinët e tjerë, dhe jashtë të zonës. Po në Finland, cila është rutina juaj si student i ri? Mësimet nuk janë gjëja vetme që mundona me realizua dhe me sukses në kjo, po kam edhe gjëra të tjera, si për shembull marrëdhënie sociale, aktivitetet fizike, edhe puna. Tash një jetë e përditshme është quhen mëngjes, studioj, pas ditën ndonjëherë kam punë, normalmet shkojmë palestër, mundohem stërviti 4-5 herë në javë, po jo gjithmonë që i realizohet aja qëllim. Edhe gjatë fundjavët, pastaj takohem me shok. Po edhe gjatë 5 javës mund të ketë aktivitetet studentave ku marr pjesë, jo gjithmonë, po të më përshtat sipas orarit. Çka saktësisht studioni, Geg, edhe cilat janë planet e juaja për të ardhmen? Po kjo është anglisht economics, dhe me thonë shkenca ekonomike, dhe është në kuadër shkencave politike në Universitetin e Helsinkit, edhe studiojmë fenomene të ndryshme makroekonomike. Pas studimeve tha që punoni. Më thuaj, çfarë pune bën? Po tash është berinte, është finlandisht, është si para për mbarus. Teknikisht kur nuk e pagu fakturën, edhe pastaj vjen denar, edhe na mundohu me bona e marrëveshje për ndaj tjetër pagesë, ose ndaj plan pagesë, ose gjëra asaj lloji. Gjatë studimeve tuaja si ekspert ekonomist, a keni menduar ndonjëherë se në të ardhmen mund të ktheheni edhe të kontriboni në Kosovë? Patjetër, tash nuk e di kur, po për fundimin e karrierës do kisha dashur ta bëj në Kosovë. Edhe do ta realizoj, tash nuk e di jeta ka më çu, është e mundshme jashtë Finlandës, jashtë Europës. Po për fundimin e karrierës patjetër do të shpresh të bëj në Kosovë. Sa që mireni edhe me aktivitetet të tjera, sa është e lodhshme, pra studimeve që janë të mundimshme, punës të mireni edhe me aktivitetet tjera fizike dhe sociale? Është jashtëzakonisht e lodhshme, për shkak që duhesh të kushtu kohë edhe vetit, jo veç aktiviteteve edhe njerëzve të tjerë edhe punës edhe studimeve. Po është mirë më mundu me balansu sa ma shumë edhe ka njerë nëse e vren që është e tepërt,
vjeshës filitur edhe me ullë pak, me pushu. Edhe kështu. E herë pas here kur ndoshta kur ndihna pak i sfilitur, e marrë me qetë edhe mu do me pushu në shtëpi. Relaksohem në mënyrë të ndryshme. A keni ju ndonjë mesazh për meshatarët tuaj, të cilët jetojnë në Finland ose kudo jashtë Kosovës? Mesazhin për njerëzit që jetojnë jashtë Kosovës, për shqiptarët e tjerë, që jetojnë jashtë Kosovës, është me ruajt gjuhën dhe kulturën dhe identitetin. Se shumë mund ka shku me mbajt deri tash, me mbajt edhe të ardhmen identitetin tonë, kulturën tonë dhe gjuhën tonë. Edhe me kom vetvetja, brenda identitetit edhe gjuhës dhe kulturës.